Unë kam 2 dylyme gjysmëser, po thoi si që vit nuk ka pasur. Do më të shmirësishe. Me Zotin na myti, po na mytë dhe parlamenti. Se kjo është një gjë, se kur na mytë Zoti, themi na myti për nia dhe... Do thonë ata të parlamentit, po ne brenda jemi, ku të mbytëm Po të mytë edhe ata brenda inshallah të vinë këtu të tëre, po nuk bëhet kështu. Një qeveri që nuk do ta dinë për popullin. Populli është aq në vujtje sa nuk ka do të kohën e bukur. Ata vetë lozin me luksin e tyre. Ne kemi ardhur tek ju gjithmonë për hallin se nuk keni treg ku t'i shisni. Erion këtu te ne nuk ka ardhur një kryetar e bashkie të thojnë are popull çka keni, çalli. Doni rrugë çakull, doni të bëjnë një altur, doni të pasarkan. Po rrugët i kishit dhe të merë, ne zakonisht... Ajo këtu vjen merr ca pandozit e saja me vetë ata që ka aty afër se të mos vetë aty tjetri. E vjen aty bën ashtu hedhi foto që qesh atje më pritë banor kështu. Kurrën e kurrës ta banor se presin këtu. Se për këtë fshat s'ka bërë asnjë rrugë çakull. Këtë rrugë ka shtuar këta fermerë që shkojnë këtu. Pra këtë që ecëm ne, që është e keqe e keni shtruar vetë. Të gjithë, ja, të hapin gojën, të kallaf. Të radh pare beri ushtati fillim, pastaj karikoni vetë ne. Domethënë më të dëshiruar janë të huajt për Shqipërinë se sa vetë shqiptarët, domethënë ata që na drejtojnë. Që na drejtojnë ne. Kjo Erion po të ketë kryetare bashkie këtu që të punojë me zotësi që dhe ta ketë avall. Çfarë duhet bëj kryetaria? Ajo duhet bëj skrepin, ta filloj nga pombat, a gjatë turën ta bëjnë deri në fund ku janë ca pa shpiku na me hingën. E nuk mytemi ne. Se tash janë pasaj këtu ajo ka ndarë, bën istifon, që kanali këtu, se që nuk vuri dhe shiut pret, nuk pret ujra deti. Po. Edhe e heqim vetë ujtin këtu pasaj me pomën e qosër. Po ajo këtu nuk ve fare. Fare zota din për këtë popull fare se ç'a bëj. Tani s'do të di vetëm për këtë fshat apo për gjithë fshatrat? Po për të gjithë fshatrat që ka, fillo sa maticën. Po këtë fshat njëra ajo e ka thënë me gojën saj nuk bëj gjë. Pse çka ka me ju? Nuk e di. Nuk bëjnë fare. Tani unë kam gjuhë kryeministin gjithmonë thotë e ka fajin fermeri që nuk sigurohet. Ja, hajde siguron. Ti e siguron serën time se më lumi mund dali vit për vit. Ti e del me mua, të paguash mua. Se merr sigurimi për sipër. Pra se merr sigurimi për sipër. Po se merr për sipër, po se merr se që del vit. Po kryeministi ose zotëri thuaj nuk e merr sigurimi për sipër. Sa i ngeli duke dal ne thotë. Erion. E ka fajin fermeri. Unë kam filluar domate me 300 lekë, me 200 lekë, ka patur rast se kam çoj lushje ka prush pra makinë me domate prap. E çova prap se çita dyrova e holla kanal. Pra ju keq edhe kur nuk ju përmbyt, keq kur përmbyt. Keq përmbyt. Nuk është nuk di çfarë flasim ne këtu si popull, po këtu po se mori një drejtim që bashkia Berat nga Urzva i Gërore Dimari të vjedi njeri i punës, këtu nuk merr drejtim. Tani ka ardhur drejt përkeqësimit situata në bujqësi? Ka ardhur. Nga 2018. Dhe i falimentimin nuk kam me që ja ta dhe mune, si vjetë to nuk bile me. Me kredi janë tari. Unë jam e që ka marrë kredi 20 herë kredi, ja, i kë shikoj bangat ati, se kam edhe kam larë. Pse? Se ka punuar, ka shkuar dhe ajo, po merë kredi sot kridu që këtu, urdo i boti që tha ka marrë kredi. A i s'ka qitu kokër domate. Kredia do lekë. Të marrësh kredi tjetës tje pëse e ke një kredi hapër? Se dela tje sistem shdo gjë, prandaj themi që kjo është... Nuk keme qa shpene. Hajt, thot kujtimi që nuk... Ne dominim në shtetit është i qosa në një monë, se edhe u si faj fermeri që ka parosi Fidanin, dhe unë ka parosi do dhe i. Ta që Fidanin si a i 7.000, a i 20.000, me 303 lekë që tha dhe velua, ta që urdo që ti bene e Fidanin. Se të thosh ti, unë kuda e që ta marrë unë, kuda qojnë. Ta bjellë, këtu në dhuri. Ta qosh tek fermat e tjera dhe ato janë përmbytur? Pa e përmbytur, shumica, sidomos zonat e tonë janë përmbytur. Sidomos zonat e Beratit. Fillon nga poshja dil Samatis. Nuk ka pesë. Qa të themë, faqi që kujtimi, ju roshi për respektit që erdhët. Ne kemi parë edhe unë kam njekur në zotë televizion që ke vajtur me fermerët, me fshatarat, me tërë, po knaqem kur bën ato vizitet me ata që im leth. Faleminderit. Shpresojmë që fjala juaj të shkojë tek aty ku duhet. Po të jenë të gjithë si punë juaj, Shqipëria edhe mund ta shumë. Po ju e kush ju e bëni ata të tuaj, po nuk u dëgjon njeri. E dhimbshme. Ha? E dhimbshme. Zoti kryeministër, e dëgjove se çfarë tha? Ne po e themi të vërtetën, nuk po gënjem. Nuk ka kazani, legeni, tenxherja këtu. Harroj ato. Ne jemi në ujë, jam me çizme. Ky emision flet troç. Të pëlqen, s'të pëlqen ty apo atij që ka qenë përpara teje, ky është realiteti fermerëve. Sot këta fermerë duan të takohen me ju.
të takojnë me ju ose me një nga qeverisë, sepse normalisht duhet dhënë zgjidhje, çfarë do bëhet nesër. Këto dhe tjera me fermerët do t'i themi në pjesën e dytë, sepse kam akoma fermerë tjerë që do na flasin. Ky problemi në bujqësi duhet marrë zgjidhje. Keq me zjarret, në verë e keq me shiu në dimër. Fermeri është shtëpi pa çati. Me njëherë pas publicitetit.